dashur, ju që jeni në këtë vend shenjt, e sa besimtar tjerë që na ndjekun përmes valve të Radio Maris, besoj se në këtë martë të shtanot, nuk do të kenë fjalë më të fortë në historinë e njerëzimit, se sa kjo fjalë e Krishtit, delet e mia e një gjojnë zanin të. Shqipeni besimtar dashur, kur isha tu e lexu këtë pjesë të Ungjillit për me përgatit predikimin, kanë ardhur në mend disa pyetje, edhe thosha, sa e çuditshme është jeta. Pyetja tjetër, si do t'ishte jeta pa Krishtin? Si do t'ishte bota pa Krishtin? Si do t'isha unë, si do t'ishe ti pa Krishtin sot? E si do t'ishte shnano pa Krishtin durët e tia? Dhënd e mia një gjojnë zanin të. E kush e një gjojnë zanin e Krishtit? Po ndurët Krishtit ka me ke. Por është e çuditshme jetën vetë vete. Pse? Krishti ka prediku, ka bo mrekulli gjithë atyre njerëzve, e prap se prap ato njerëz nuk e besojnë, e shkojnë e i thojnë, pse jetu i na majt, e derë kur donë me na majt pezull, na të rego, a je Krishti, a je Mesia, por jo. Qa të thot, me pa zemrin gurit e me myllë para Krishtit, se njeh ma. Ashtë edhe e çuditshme, besimtar dashur, nga i herë, ne si natyrë njerëzore, kur i kena gjanat parasyve, nuk ja u dim vlerën. Ato e kishin Krishtin parasyve, nuk ja dishin vlerën. Ashtu nota dhe në jetën tonë. Një meshtar e pyet një djalë të ri dhe i thot, çka i lypë Zotit? A kena i peng në jetën tonë që me ja kërku Zotit? A e dini sa bukur përgjigjet e djali? Patër i thot, më ka dek nona, thot, tash një muj. Si kur qia dhe thot, kishte orare të vizitave, si kisha lyp gjatë tjetër Zotit, veç malen një orar, shkoj e ta shoh, e ta përqapoj fort nonën, e ti kërkoj edhe falje. Se nuk ta kam ditë vlerën sa të patën tokë. Kështu është shpesher edhe shpirtit krishtenit, me ja kërku falje Krishtit sa herë që nuk ja dim vlerën e tij në jetën tonë. Shqipëni besimtar dashur, kur Krishti na thot, ti je grigja jeme. Sigurisht që ne në shpirt mundën me thonë, o Krisht, unë besoj se ti je bariu jem, por unë nuk jam edhe aq perfekt, aq i përsosur, që mund jetë tamam pjesë e grigjës tane. Por jam i sigur që Krishti na thot, po nuk du më të përsosën. Unë nuk kam me dasht kur pse ti je i përsosën. Unë të du e pik. Të du se je jemi. Ka dhe diçka tjetër besimtar dashur, kur Krishti na thot, delet e mia i njohin zanin tem, ashtu i na dhan një sigurit plot mëre. Ati mi ka dhanë mu këto dele, kërkush nuk mundet me mi hek prej durve të mia. Sa e bukurat. Çfarë siguriet na jep Krishti në këtë shekull plot me lot e plot me frike me shumë gjana të tjera. Nëse e beson Krishtin, edhe sot nëse e ke ndonjë dyshim, ne e mor Krishtin që të tha, të ka dhanë ati, të ka dorëzuar durët e mia, e as kush në këtë botë s'mundet me t'jek prej durve të mia. Kjo siguria që na jep Krishtin këtë martë të shtanot. Një krishten që e beson fjalën e Krishtit, a ka gjë më të bukur se me thonë, tash mrapa jam durë të Krishtit. Vinë si të vinë jeta, po jam durë të tia. A ka gjë më të shenjtë, besimtar dashur, se një krishten kur e din Krishtit të i thonë, jenë durë të mia, ai më i herë me e kuptu, po jam durtia,
se Krishti ka pagu gjan ma qmush me gjakun e ti që vetëm mos me më shkput kjo largu e jeta e hallet e problemet prej durve të tia. A keni një të sakramenti pagzimit, po duke se po shkoj pak gjatë, por ja blen pak sot. Në sakrament pagzimit shenjt, italian të thojnë battesimo, po sot bukur e kena gjuhën shqipe në disa fjallë. Se na mundona me emitu ka herë dhe të hujt me fjallë të huja, o e kena ka që bukur këtë gjuhë, ne thona pagzimi. A i dini qëfar do me thonjet ka? Pagzimi. Ka pagu Krishti për gëzimin ta. Ka pagu Krishti një herë gjithmonë me gjakun e ti, me ta hap derën e parizet e ti ta gëzosh lumnin e ti. E shqipni sa e bukur është. E thot Krishti mandena, pra, unë e njo zanin e grisë teme, grigja jeme e njeh zanin teme. More kur ta njohësh zanin e Krishtit, kur ta besosh se prej mend jenë dorë të Krishtit, po pse të ka prita dihet gjanë. Keni pa ka herë, fatkeqësisht në traditat tona shqiptare, padër kam prik prej një tije, një saje, ka me mba keqe, ta po mban keqe, m'ka ba keqe tjere tjere. Thote i peshbi mram, në mesh, djadhi i merë seriosisht gjanat. Po në mërqenat Krishtit as duhet me i marë seriosisht, nëse djadhi i merë seriosisht, tu i ta mush menen se ty dikush ka ba keq, po ti se s'poj merë seriosisht fjallin e Krishtit, jenë dorë ti e s'ka kush të bën keq. E shikni, për një që beson, thuhet besimtar dashtën, po çka kërkohet atjerë për me e pas këtë sigurin të Krishtit? Shenjti thonë dy gjana. Shpirtin e heshtjes, edhe shpirtin e lutjes. Besimtar dashton, kur thuhet shpirtin e heshtjes, ne kena nevoj me kena edhe në heshtje me një gju zanin e Krishtit. Imagjinojni si kur jena në shtëpi tonë në mrenë, kena lëshu edhe zanin televizionit, sa do që të bojnë zonë miku jashtë s'ke për ta një. Njashtu është edhe me zhurmat tonat përditshme. Sa do që të më thrasin Krishti ti e grigje jeme, nëse unë jam i përqëndrum zhurmat e përditshme, nuk e kam shpirtin e heshtjes, s'kam për ta një, s'kam për ta dalu zonin e Krishtit. Thuhet, këto kohë moderne që dolen edhe rrjetet sociale, sidomos me telefone që nodhin edhe mashtrime, ato që mashtrojnë, gjajnë numra, edhe e marrin telefon njët moshume. Edhe i thonë, jam nipi jot, jam jashtë shtetit, edhe e kishte primen jashtë shtetit, kam nevoj gjyshe të më qosh disa lek, se jam pa hangër atje. Por gjyshja, çka ban? E kupton se nuk është nipi. E si e kupton? E kupton në zanë. E njashtu se ajo gjyshe ka dashnin e madhe për nipin e vetë edhe e kupton mes 1000 zanave tjerë, njashtu edhe Krishti, njashtu edhe na për Krishtin. Nëse e kena dashni, more nuk ka zan tjetër në këtë botë që ma ndron zanin e Krishtit. E shqipeni besimtar dashton, përveç zanit heshtjes kërkohet edhe shpirti i lutjes. Pa ju them diçka që ndoshta edhe nuk është por të pëlqyeshme, por do të ideali ri me u bë prap. I shkollum sa dush, i rregullt sa dush, i mirë sa dush me edukate me të gjitha, shkonte ai formuesi që ishte që u përgjishte për të rinj, për thirrje, du thot me u bë prap. E dini se çfarë pyetje ti ka bë ai prati? Nuk i ka thonë, po pse do më bë prap? Por i ka thonë, a lutesh? I ka thonë, jo, me u lut nuk lutem, po kam qef më bë prap. Edhe prati ka thonë, shko në shtëpinë tënde.
E janë që tonë prejt një tjeri, ka thënë, si more, na kena nevoj, kisha ka nevoj për prifta, kisha ka nevoj për prifta të shkaftet me, që në inteligenta ku po dijon, e ti e nisën shpi këtë, që kush e dim, ndoshta mund të ishte kënë moj miri tënde. Jo, thot prati. Aty ku mungon shpirti lutjes, ka vend vetëm kjo të largu. Shifeni besimtar dashtur. Thot Shën Agustini e po e mjulli predikimin. Për me e dallu zonin e Krishtit, për me e ligju zonin e Krishtit, thot, duhet me pas heshtje. Heshtja ka me linë fejnë në zemrën shpirtit njerit. Tu i linë feja në shpirtin e njerit, ka me linë edhe shpresa në Zotin. Se një dit, ka me kënë shumë ma mire se unë tash mrapa jam dorë të Zotit, e kur të linin ajo shpresën në Zotin besimtar dashton, gjithmonë ka me thonë, jam ma mirë se dje, e nesër ka me thonë, jam ma mirë se isha sot. E kjo është me shpresu e në Zotin. Kjo klëp du Krishti.